Në këto momente, kalojmë pak, ndalemi tek seanca parlamentare, pritet nis nga momenti në moment, siç e kemi bërë me dije, edhe që në orët e parë të mëngjesit transmetimet këtu në Report Televizion kanë mbritur në fakt me radhë Altin Dumani, po ashtu ka mbritur drejtuesi SPAK, sepse Altin Dumani, si drejtuesi i SPAK, por dhe 4 krerët e tjerë të institucioneve drejtësisë do të raportojnë sot në Kuvend. Pritet të jetë një seancë në një farë mënyrë maraton dhe me diskutime edhe me pyetje-përgjigje. Për më tepër detaje kam në komunikim kolegen Daniela Maloku. Daniela, mirëmëngjesit, përshëndes, seanca ende nuk ka nisur, besoj nga momentin në moment dhe cilat janë lëvizjet, kanë mbritur për gjithë deputet, nuk zoti Berisha, sepse patën i mbledhjet grupit parlamentar, zoti Dumani, drejtuesit e tjerë të institucioneve drejtësisë dhe çfarë pritet të ndodhë. Si pritet zhvillohet më saktë diskutimi, pyetje, përgjigje, më thuaj? Andi, të përshëndes, në fakt pritet që tjetë një seancë maraton, kjo e ditës së sotme, sigurisht nëse dy palët, Partia Socialiste dhe opozita, nuk do gjenë arsye për të zënë mes njëra tjetrës e për cilë kaos që më pas mund të sjellë edhe ndërprerjen e seancave plenare. Në fakt, në rendin e ditës janë disa pika të rëndësishme, duke nisur që nga ngritja e dy komisioneve të posaçme për reformën zgjedhore dhe për reformën territoriale, dy komisione në të cilat duket se dy palët, opozita dhe majoranca e kanë gjetur tashmë gjuhën e përbashkët, pasi në Kuvendin e Shqipërisë janë depozituar edhe projekt vendimet për ngritjen e këtyre dy komisioneve që kanë barazinë antar bashkëdrejtim, por edhe thirrje të ekspertizës ndërkombëtare aty ku po themi do të jetë e nevojshme apo do të konsiderohet e nevojshme nga palët politike për t'i marrë mendim. Ndërkohë, vëmendje kryesore pritet të jetë tek raportimi i institucioneve të pavarura që kanë në radhën për të raportuar para ligjvënësve në këtë seancë të ditës së sotme, pasi 5 institucionet më të rëndësishme të drejtësisë, duke nisur që nga Prokuria e Përgjithshme, pra SPAK, apo ILD, KLG dhe po themi do t'jenë, apo Këshilli i Lartë i Prokurorisë, do t'jenë 5 institucione të cilët pritet që të raportojnë për gjatë ditës së sotme në Kuvendin e Shqipërisë. Ajo që është më interesantja dhe që të rreq vëmendjen edhe të ligjvënësve sa herë që mborin në Kuvendin e Shqipërisë është pikërisht raportimi apo pika ku raporton kreu i SPAK, zoti Altin Dumani, i cili ditën e sotme ka mbërritur herët në Kuvendin e Shqipërisë, edhe pse po themi në rend të ditës janë fillimisht ngritja e dy komisioneve të posaçme, zoti Dumani ka mbërritur në Kuvendin e Shqipërisë, i shoqëruar nga dy prokurorët e tjerë të SPAK, zotin Xholi, por edhe Klodian Brau, pra për të raportuar përpara ligjvënësve. Për herë të parë, në fakt, Andi pritet të ketë një përballje mes tij dhe Sali Berishës, që nga koha kur Altin Dumani është vendosur në krye të SPAK dhe që ka nisur, po themi, gjithë procesi i hetimit, vendosja në arrest shtëpie, por edhe marrja si i pandeuri zotit Berisha për çështjen e aferës Partizani, do ta përballë për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë Sali Berishën me zotin Altin Dumani. Do të mbetet për të parë në fakt se çfarë do të prodhojë kjo përballje. Daniela, ndjes pa dashur që ndërpres. Vetë pyetje zotit Dumani. Po ndjesh pa dashur të ndërpres këtu dhe Dilja. Deputetët kanë, le të themi, të drejtën që t'i bëjnë pyetje zotit Dumani. Zakonisht kështu ndodh kur ai bën raportim në komisionet parlamentare. Edhe në seancë është pak a shumë e njëjta gjë, deputetët, ai që dëshiron mund t'i bëj pyetje drejtuesit SPAK-ut apo drejtuesve të institucioneve të tjera të drejtësisë. Atëherë, Andi, duhet theksuar që pritshmëria e opozitës është pikërisht që kjo traditë 34 vjeçare të vijojë edhe në seancën e ditës së sotme. Duhet kujtuar, Andi, që pikërisht çështja e adresimit të pyetjeve ishte çështja që mbylli edhe seancën e kaluar për shkak të përplasjes së kreut të grupit parlamentar zotit Gazman Bardhi me Niko Peleshin, pasi të dyja palët e interpretojnë ndryshe rregulloren e Kuvendit. Opozita kërkon që t'i adresojë vetë pyetjet, ndërsa majoranca kërkon që pyetjet e parashtruara me shkrim të adresohen vetë. Të shohim çfarë do ndodhë. Falenderoj shumë Daniela, së të nisi seanca parlamentare, kështu që zhvendosemi në ambientet e mbrëmshme të sallës ku zhvillohen seancat plenare. Niko Peleshi, kryeparlamentari, bën sparë me dije rendin e ditës. E ndjekë. Raporti mbi veprimtarinë e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për vitin 2024. Pika e 7, raporti i veprimtarisë vjetore të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vitin 2024. Pika e 8,
Raport